Të dashur bashkëdhetar në veriun e Greqisë, ju përshëndes nga Verja, po jo vetëm ju që jetonin Verja, por gjithë veriu i Greqisë, nga Kavalla, në Alkidiki, në Selanik, në Nausa, në Aleksandri, në Larisa, në Katerini, në Kozan, në Kastoria. Ju presim të gjithëve, në Follorin që mos harrojmë. Edhe në Follorin. Ju presim të gjithëve, ju që nuk u regjistruat dot, të vini në Shqipëri dhe të votoni në zgjedhjen 11 majit. Ju e keni bërë gjithmonë detyrën tuaj, bët në qershor të vitit 2013 për t'i dhënë Shqipërisë ndryshimin e madh. Tani është e njëjta votë historike, më e rëndësishme, sepse ky mandat është mandati i Shqipërisë antare të Bashkimit Evropian. Imagjinoni, nuk do të kemi më histori letrash, histori vizash, histori dokumentash, siç e thua, por do të kemi pasaportën e Bashkimit Evropian dhe fëmijët tuaj do të kenë të drejtat të studiojnë, të punojnë kudo në çdo vend të Bashkimit Evropian. Prandaj ju presim në 11 maj për të votuar numrin 5 për Shqipërinë Evropiane. Mos harroni, jeni brezi i dytë, jeni brezi i parë, ai brez që i hapi rrugën Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, pra tani është momenti historik që ta finalizoni. Dhe me çfarë? Vetëm me një votë. Nisuni drejt Shqipërisë të dielën, votojmë numrin 5, nuk harrojmë. Pesa është numri, është pasaporta drejt Europës. Jemi në Europë, por duam dhe diçka më shumë. Votojmë numrin 5, mos harroni, e diela është e jona.